pavlefshme. Në këto çaste tek Pallati i Sportit Faria Hoti është Aulon Kalaja një deklarat për mediat. Ndërkohë marrin vesh që do hapet nesër në orën 9. Është kjo nuk ka rëndësi fare. Unë këtu jam për një çështje totalisht tjetër. Nuk jam kur do hapet Durrësi, se Durrësin e kam kërkuar unë që të hapet dhe kam qenë kandidat i parë. Shqetësimi im është shumë i thjeshtë. Po na shpallin votat pavlefshme në një mënyrë totalisht çuditshme. Është një vendimarrje kasit, e cila është e pakuptueshme, me sa duket ju kemi prish pushimet dhe janë shqetësuar dhe për këtë arsye për t'u hakmarrë ndaj nesh, kanë zgjedhur për me na i qujt votat pavlefshme, kur vullneti i qytetarëve ka qenë totalisht i qartë. Kur komisionerët Partisë Demokratike, Partisë Socialiste apo forcave tjera politike kanë marrë një votë, e kanë qujt të vlefshme sepse vullneti i qytetarëve ka qenë i qartë në zgjedhjen e tyre dhe kur më tepër kjo votë është kontrolluar dhe nga kryetari i KZZ-s, i cili përgjithsisht ka qenë me profesion jurist dhe është vlerësuar si votë vlefshme. Tani ç'a ndodh? Na del këtu që kandidat caktuar i hiqen 131 vota, 200 vota. Nuk e kam fjalën për ata që kanë manipuluar vota. E kam fjalën për ata njerëz që kanë qenë vullneti i tyre shumë i qartë për votën e tyre dhe këta ja qynë në mënyrë çuditshme votë pavlefshme dhe i bie që ne jemi hajdut votash. Kjo protestë sot do ta them, kjo protestë sot është pikërisht këmban alarmi për atë që do të ndodh nesër. Unë i bëj thirrje kasit që nesër në orën 9 të mëngjesit vota të tilla që shikoni pas shpinës time, që unë i kam marrë nga videot që ja kam marrë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, siç kemi edhe këtë votën këtu me tik, shikojeni. Ajo është një votë, po ja mund ta marr këtu live. Shikoni, kjo është një votë që me standardin e kasit quhet e pavlefshme. Tani le t'ja lejmë publiku ta vlerësoj. Pra shikoni këtu, kjo është një votë për Partinë Demokratike dhe për kandidatin Aulon Kalaja. Me qenë se tiku që ka vendosur qytetari ka dalë jashtë kutisë, atëherë këtu mund kemi vendimarrje të kasit që kjo votë është e pavlefshme. Kemi edhe kazuse të tjera, njerëz që kanë votuar vetëm mbi emrin, ose për shembull e kanë vënë shenjën X jo këtu, por e kanë vënë këtu te emri Aulon Kalaja. Ajo ka qenë për të gjithë. Po kjo është një vendimarrje që unë e kundërshton absolutisht po. Absolutisht po, sepse kështu do krijohet perceptimi publik që neve kemi vjedh vota. Ndërkohë nuk është kjo ajo që kemi bërë ne. Unë jam kandidat që as kam ble vota dhe as kam vjedh vota. Dhe këtë do ta vërtetoj rinumërimi nesër. Pamjet filmike që ne kemi parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vërtetojnë që këto vota do na quhen të pavlefshme sipas tyre, ndërkohë këta janë të vlefshme si në Krujë, si në Durrës apo dhe si në Tiranë kur hapet procesi i votave të emigrantëve. Dhe çështja e dytë që un kam dalë këtu sot është pikërisht kërkesa që kam bërë ndaj kasit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që nuk mundet që ju të hapni vetëm kutit. Duhet të hapni videot. Ne kemi marr videot, kemi parë videot dhe nga video ka ndodhur dy numërime. Numërimi i parë për subjekte politike dhe numërimi i dytë ka ndodhur pikërisht për kandidatë. Tani çka ka ndodhur? Mua personalisht si Aulon Kalaja më është transferu vota dhe më shprish vota. Ja ta tregoj unë. Në numërimin e parë, që unë kam parë foton e votës të virgjër që ka dalë për herë të parë si subjekt politik, kam shënuar të gjithë votat e mia që kam marrë si Aulon Kalaja. Kur kam hap numërimin e dytë nëpërmjet videove, mua më shprishur vota duke u shënuar X dhe një kandidati tjetër. Votë e cila jepet për subjektin politik, por del e pavlefshme për mua si kandidat. Po. Një prej numëruesve të përdorur. Absolutisht. Po, kjo ka ndodhur. Dhe sipas këtyre standardit tyre këta thonë që është gabim njerëzor. M'fal, po ky Klosi çai kishte ky i Fierit që kishte grabit 1000 vota. Ky është gabim njerëzor, kandidatja tjetër që kishte marrë 700 vota është gabim njerëzor. Kush janë këta që vendosin për votat e shqiptarëve, a janë gabim njerëzor apo jo? Kush janë këta që vendosin për këtë lloj vote që është e pavlefshme? Vullneti i qytetarëve ka qenë i qartë. Për këtë po ta them unë. Vendimarrja këtyre është e palishme dhe për këtë arsye unë do të shkoj dhe do të bëj ankim në kolegj zgjedhor dhe në çdo institucion tjetër. Se kallashi nuk do marr në dorë, unë do ndjek mjete ligjore, po të vim pak te momenti i dytë. Kemi pasur të bëjmë një votë tjetër, e cila në numërimin e parë ka qenë për subjekt politik. Pra, zgjedhësi ka zgjedhur vetëm Partinë Demokratike. Në numërimin e dytë, kjo lloj vote i ka shkuar dhe një kandidati tjetër. Pra, kemi pas të bëjmë me një numërues saktuar, i cili ka vendos X te kandidati kur vota nuk ka pas X te kandidati. Këto unë i kam parë me video dhe videot i kam marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nuk i kam shpjeguar. Pse nuk i hapin videot këto? Pyetja ime është. Jo, pyetja ime është pse nuk i hapin videot. Jo, po kjo është shumë e rëndësishme. Nuk kanë autoriteti për të hapur videot. Nuk e kanë autoriteti, me prish vota të tilla, siç janë këto këtu, e kanë autoritet.
Mendon që ka qenë një numërues i cili ka qenë problematik apo ka qenë një porosje i kandidatit për deri një numërues kundër teje? Unë nuk e di këtë, mund të jenë të dyja, mund të jetë njëra, mund të jetë dhe një arsye tretë, por unë di që vota ime është tjetërsu nga numërimi i parë te numërimi i dytë dhe këtë mua nuk ma zgjidh kutia që do hapin këta nesër. Këtë mua ma zgjidh, m'fal ta mbaroj. Patjetër, po ma zgjidh ballafaqimi i hapjes videove me hapjen e kutive. Sigurisht që prokuroria, se pika ime fundore është që të shkojnë prokurori, të jetë prokuroria që të sekuestroj kutit dhe t'i ballafaqoj ata me video. Po këta nuk mund sillen me shqiptarët duke ju thënë që ky është gabim njerëzor. E sjona pse po e bëjnë gjithë këtë betejë, po ta them me sinqeritetin më të madh, se unë po shkoj në gjykatë kushtetuese për legitimitetin e kandidatit. Unë po e bëj këtë betejë që zgjedhjet e ardhshme të jenë më të mira. Nuk po e bëj këtë betejë si ja ulon personalisht, se unë jam në dy fronte. E para kam kërkuar legitimitetin e kandidatëve, që do të thotë të hiqet nga fuqia neni kodit zgjedhor që ja pamundson kandidatëve për të hap kutit, sepse na e pas ka dorë vetëm partia. Po ç'a na thanë Komisioni i Venecias, ç'a na thanë rekomandimi OSBE Odirit, ata na thanë që shikoni mundësinë që kandidatët të përfshihen proces për të kërkuar numërimin e votave. Këta që e kanë për zemër Komisionin e Venecias nuk e kanë marrë parasysh të rekomandim të atyre. Prandaj në këtë nen kodi zgjedhor është antikushtetues dhe unë jam në gjykatë kushtetuese. Kjo është e para. Dhe e dyta, këto vota që shikoni mas shpinës time nuk duhet quhen pavlefshme. Dhe e treta është historia e hapjes së videove. Videot janë prova që ne kemi marrë nga KQZ-ja. Në video ti kupton se sa vota ka marrë Auloni, X apo Y. Nuk e kupton dot në kuti, sepse kutia është manipulimi fundor. Në kuti ti kupton vetëm vota që janë marrë X kandidati dhe janë vënë X kandidati tjetër. Dhe së fundi, unë kam dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një video, unë kam pas disa video, po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hapi një. Dhe ç'a na tregoi ajo video? Ishte një kuti në Suk, në KZAZ 21. Kisha pasur 4 vota në atë kuti. Ndërkohë në proces verbal më kishin shkruajtur vetëm 2 vota. Më kanë marrë 50% votave. Pra 2 vota më kishin grabit dhe këtë nuk e them unë. I mbajti KQZ-ja shënim dhe ishte vetë drejtoresha e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që tha, po, Aulon Kalas janë marrë 2 vota në këtë kuti. Ne tani kemi shumë kuti në Durrës. Ju bëj pyetje publike, pse Durrësi nuk i hapi të gjitha kutit, kur kemi parasysh precedentin e Tiranës dhe Fierit? Cila ishte kërkesa ime? Jo, të lutem, jo, po disinformoni. Kërkesa ime ka qenë që të hapen të gjitha kutit e Durrësit në blok. Unë ja u vë në dispozicion kërkesën time. Unë jam njëri serioz dhe kam mbajtur qendrime publike i pari për të hapur gjitha kutit. Të lutem, nuk është vetëm Partia Demokratike, është Partia Lëvizje e Legalitetit, Partia Ballit Kombëtar Demokrat. Jam unë si kandidat i cili edhe pse nuk jam legjitimuar në të gjithë kërkesat e mia kanë qenë që të hapen të gjitha kutit e Durrësit. Kanë hap vetëm kutit që kanë pas qef këta. Në rast se nuk hapet i gjithë Durrësi. Ne vështoj pak historinë se tani po bëjmë sikur kuptojmë gjithë. Po. 2 anëtarët e KAS-it janë PD-s. PD ka kërkuar të hapë ato kuti që u hapën. Pra PD-ja nuk do të hapë gjithë kutit e Durrësit. Shiko. Ne këtë do ta themi, nuk mund të jemi kështu hipokrit me këtë histori. PD-ja nuk do të pushtet. Absolutisht je shumë e saktë, por të gjithë përpjekjet e mia si kandidat, që në seancën e parë me 14 maj, pra kam 2 muaj. Nuk është me ju, Fal, një sekond. Kam 2 muaj që po kërkoj rinumërimin e të gjitha kutive dhe pyetja ime sot është pse nuk hapen të gjithë kutitë e Durrësit. Sepse nuk do PD-ja ndoshta? Ore, a kemi një standard KAS-in të rast? Lëre PD-n. Pra KAS-i ka vendosur për Fierin që të hapen të gjitha kutit, KAS-i ka vendosur për Tiranën që të hapen të gjitha kutit dhe për Durrësin, me që ju prishën pushimet tyre, se duan ta mbyllin për 2 ditë Durrësin, këta po i hapin në mënyrë të pjesshme. Unë sërish do kërkoj që të hapet Durrësi i gjithë, do bëj kallëzim, se nuk kam rrugë tjetër. Unë po përdor të gjitha mjetet ligjore. Atëherë thirrja ime është kjo. Këtë lloj vote mos e quani të pavlefshme, o KAS, që je pas sot, që je institucion për mendimin tim kuazi gjyqësor. Dhe këtë ju thash edhe Rusmailit edhe tjerëve që shkoni dhe drejtojeni gjykatës kushtetuese, se nuk je thjesht organ administrativ. Gjithë sytë e shqiptarëve janë te ju, i thash. Por këta u treguan shumë të vegjël duke qujt votat pavlefshme, votat të tilla. Edhe herë, jam për votat e atyre kandidatëve të cilët i kanë vjedh absolutisht shkojnë kokër të burgut, gjithë numëruesit, po ta them me sinqeritet, sepse janë njerëz që po prisin zgjedhjet e shqiptarëve, por jo vota të tilla siç unë i kam premtuar sot, quhen pavlefshme. Kjo është fatale. Kjo është shumë e rëndë, prandaj thirrja ime nesër në orën 9 mëngjesit është që të ndryshoj vendimarrja e KAS-it që votat të tilla quhen vota të vlefshme dhe mos dal nesër që Aulon Kalaja i ka vjedh vota Filanit apo Fistekut. Kaq e thjeshtë është. Dhe thirrja fundit është për Spakun. Ju lutem, Spaku të sjell përfaqësinë e vet këtu, edhe të ndjek nga afër rinumërimin. Është shumë e rëndësishme kjo. Spaku duhet të sjell këtu sepse këtu po bëhet krim zgjedhor. I pati ju deputetët e Partisë Socialiste që thanë na kanë vjedh votat, me një mesazh te Edi Ramës u tërhoqën, apo jo?
Tani unë s'kam asnjë lloj probleme me ata njerëz. Ata njerëz janë konkubina. Unë kam problem me SPAK-un këtë rast. Ku është SPAK-u që deputet të kuvendit Shqipërisë tona kanë 10 votat dhe nuk nis një hetim kryesisht. Kjo është fatale. Kjo është çmenduri. Prandaj thirrje për SPAK-un nesër në orën 9 mëngjesit, unë personalisht i pres tu te dera për të vazhduar rinumërimin. Nuk ka kredituar po doja për të kërkuar rinumërim nesër. Kë nuk ka mua. Unë kam kërkuar rinumërim personalisht dhe unë do jem në rinumërim. Unë nuk jam një nga ata kandidat absolutisht. Kemi ndjekur kështu edhe mesazhet e qarta të kandidatit Aulon Kalaja në lidhje me atë që ka cilësuar